Shikues të nderuar, mirë se vini në edicionin e lajmeve 21 Live News. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Kosovës ka deklaruar se pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 28 dhjetorit, synon të punojë ngushtë me qeverinë e re për të avancuar prioritetet e përbashkëta. Ambasada amerikane shfaq shpresën që partneriteti me qeverinë e Kosovës të thellohet, përfshirë edhe rinisjen e dialogut të planifikuar strategjik. Kjo do të kërkojë veprim për të avancuar agendën tonë të përbashkët për paqe rajonale, stabilitet dhe prosperitet të ndërsjellë ekonomik, ka thënë zëdhënësi i Ambasadës Amerikane në Kosovë për Radion Evropa i Lirë. Ky qëndrim vjen pas deklaratave të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili ka thënë se raportet mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara janë shumë të mira dhe se mospajtimet kryesore kanë qenë të lidhura me Serbinë dhe strukturat e saj e jo me çështje bilaterale mes dy vendeve. U rikujtojmë se në shtator të këtij viti, Shtetet e Bashkuara njoftuan për pezullimin për një kohë të pacaktuar të dialogut të planifikuar strategjik me Kosovën, për shkak të shqetësimeve lidhur me veprimet e qeverisë në detyrë. Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se formula e presidentit të SBA-s Donald Trump, paqe ndërmjet forcës, është pikërisht ajo që funksionon në Ballkanin Perëndimor. Osmani në një intervistë për Bloomberg ka thënë se Trump dhe anëtarët e administratës së tij kanë ndaluar një përshkallëzim kohëve të fundit në Kosovë. Që nga fillimi i mandatit të presidentit Trump, ai ka qenë personalisht i përfshirë, siç ka thënë shumë herë, duke e përkrahur paqen jo vetëm mes Kosovës dhe Serbisë, por në rajon ballkanik në përgjithësi, ka shtuar presidentja Osmani, duke theksuar se kemi vëmendjen e plotë të administratës së Trumpit. E para e vendit ka thënë po ashtu se Kosova është storje e suksesi e SBA-s dhe se është e bekuar që ka përkraje bipartizane në këtë vend. Mes tjerash, Osmani ka thënë se ndikimi i SBA-s në Ballkan Perëndimor është masiv. Presidentja Vjosa Osmani ka njoftuar se sot në Bruksel është takuar me përfaqësuesën e lartë të Bashkimit Evropian Kaja Kallas, të cilës i ka thënë se Kosova ka përmbushur të gjitha kushtet e vendosura nga BE-ja, andaj kërkohet heqja e plotë e masave ndaj vendit. Përmes një njoftimi në Facebook, Osmani bëri të ditur se gjatë qëndrimit në Bruksel ka falenderuar Kallasin për mbështetje ndaj integrimit evropian të Kosovës. Ajo theksoi se pavarësisht njoftimit për heqje të pjesshme të masave, mbetet e domosdoshme që ato të hiqen tërësisht. Bashkimi Evropian ka vendosur që të heqë 50% të masave ndëshkuese ndaj Kosovës në vlerë prej afro 216 milion euro. Vendimi erdhi pas transferimit të qetë dhe të rregullt të pushtetit të 4 komunave veriore të vendit. Ky vendim i BE-s u mirëprit nga qeveria në detyrë e Kosovës, e cila tha se nuk ka më asnjë arsye për heqjen tërësisht të këtyre masave. Bashkimi Evropian vendosi që pas gati 3 vjetësh nga vendosja e masave ndëshkuese ndaj Kosovës, të liroj 50% të asistencës financiare për Kosovën në kuadër të heqjes së këtyre masave. Pas transferimit të qetë dhe të rregullt të qeverisjes lokale në veri, pas zgjedhjeve të fundit lokale të mbajtura në dhjetor 2025, ne do të lirojmë më tej rreth 50% të ndihmës financiare në vlerë prej afërsisht 216 milion euro. Kjo do të mundësoj nënshkrimin e kontratave për 4 projekte, që gjithsej përfaqësojnë 34.6 milion euro kontribut të Bashkimit Evropian dhe nisjen e zbatimit të tyre, si dhe përfundimin e pranprogramit të gjitha fondeve të mbetura IPA 3 të dedikuara për Kosovën, 181 milion euro, miratim i planifikuar i vendimit të financimin nga Komisioni në pranverën e vitit 2026, i cili do të mundësonte që projektet e para të nisen në gjysmën e dytë të vitit 2026. Vendimi i Bashkimit Evropian për heqjen e 50% të masave ndëshkuese u mirëprit nga qeveria në detyrë e Kosovës. Këshilltari i zëvendës kryeministrit në detyrë Klisman Kadiu tha për radio televizionin 21 se nuk ka më asnjë arsye që të mos hiqen masat në tërësi. Ndonë si vonuar, është i mirëpritur vendimi për heqjen tashmë të shumicës së masave. Kosova në vazhdimsi ka plotësuar kushtet e vendosura nga Bashkimi Evropian. I fundit në lidhje me transferimin e pushtetit lokal në 4 komunat në veri, pas zgjedhjeve të 9 nëntorit, i cili ndodhi në mënyrë ligjore dhe të qetë. Nuk ka më asnjë arsye që masat të mos hiqen krejtësisht.
Masat ndaj Kosovës ishin vendosur në qershor të vitit 2023 si përgjigje ndaj përshkallëzimit të situatës së sigurisë në veri të vendit, kur atë kohë kryetarët shqiptar të dalë nga zgjedhjet që u bojkotuan nga serbët lokal kishin nisur detyrën e tyre në komunat veriore. Duke shpresuar në heqjen e tërësishme të tyre, ish diplomati Blerim Canaj thotë se heqja e gjysmës së masave është lajm pozitiv pasi të njëjtat deri më tani sipasi e kanë dëmtuar jo pak Kosovën. Është bërë pra një dorëzimi i funksioneve të kryetarëve të komunave në veri të Mitrovicës. Do të thotë tani jemi brenda ligjit dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe thjesht spaku e kanë përmendur që do të hiqen 50%. Tashti ta shohim se cilat janë kriteret tjera të cilat duhet plotësohen për të hequr edhe 50% të tjera. Po mendoj që është një rrugë e mirë në qoftë se funksionon kështu. Tash fatkeqësisht masat ne i kemi pasur tash një vit gati dhe nuk është që vendi, Republika e Kosovës si institucion nuk i ka vuajtur ato masa, por shpresoj që të kemi një strukturë politike e cila e qet shtetin para interesit partijak dhe politik dhe shpresoj që në të ardhmen e afërt të hiqen masat tërësisht. Bashkimi Evropian nisi në maj heqjen graduale të masave ndaj Kosovës pas përpjekjeve për uljen e tensioneve në veri, teksa heqja e plotë e tyre nuk dihet se kur do të bëhet. Plani i rritjes BE-s është një nga temat e samitit BE Ballkani Perëndimor, nga i cili Kosova ende nuk ka përfituar për shkak të krizës institucionale. Qeveria në detyrë tha se Kosova ka qenë vendi i parë që ka prezantuar agjendën e reformave për përfitim nga plani i rritjes, por sipas saj refuzimi i ish opozitës për votim në kuvend të marrëveshjes së këtij plani po i bllokon dhe rrezikon 882 milion eurot për Kosovën. Përderisa Bashkimi Evropian synon që përmes planit të rritjes të integroj vendet e Ballkanit Perëndimor në tregun e vetëm të BE-s, si dhe të stimuloj reformat e nevojshme që lidhen me Unionin, Kosova është pothuajse vendi vetëm në rajon përveç Bosnjë dhe Hercegovinës që ende nuk e ka shfrytzuar këtë mundësi. Nga fondi prej 6 miliard eurosh për Ballkanin, Kosovës i janë premtuar rreth 900 milion euro, një pjesë në formë granti dhe një pjesë në formë kredie, por vendi ende nuk ka marrë as parafinancimin prej 62 milion eurosh për shkak të krizës institucionale. Kjo pasi në kuvend duhet të miratohen marrëveshjet që mundësojnë alokimin e këtyre mjeteve. E pyetur për këtë çështje, qeveria në detyrë akuzoi ish opozitën për bllokim dhe rrezikim të mjeteve nga plani i rritjes i BE-s. Kosova ka qenë vendi i parë që ka prezantuar agjendën e reformave, duke dëshmuar vullnetin nga dishmërinë dhe nivelin e përgatitjes për përfitim nga plani i rritjes. Mos votimi në kuvend po sjell vonesa në alokimin e pagesës së parë nga Bashkimi Evropian. Refuzimi i opozitës për votim në kuvend të marrëveshjes së planit të rritjes po i bllokon dhe rrezikon 882 milion euro për Kosovën. Ish diplomati Avni Arifi ndërkaq vlerëson se Kosova rrezikon të humbas milionat e BE-s për shkak të papërgjegjshmërisë të klasës politike në vend. Jo vetëm këto fonde, po edhe fonde tjera që i kemi humbur rreth 670 milion euro. Thonë se nuk i kemi humb, po janë shty. E vërtet për një pjesë tyne që nuk humbin. Por në vend që me marr fonde tjera, pas 3-4 vitesh, ne i marrim fondet që kanë qenë të dedikuar për vitin 2024 dhe 2025. Do të thonë, ne po e shtyjmë zhvillimin e Kosovës. Thuti që nuk kemi probleme, do të thonë, ta zom 100 milion euro që kanë qenë të dedikuara për ne në vitin 2023, na do t'i marrim në vitin 2026. Dhe Murati, Kurdi, thojnë apëshe që si kemi hup, por t'i kisho marrë ato në vitin 2024, në vitin 2026, në do t'i marrëshëm e 200 milion tjera. Dhe me thonë në hup 200 milion tjera që do t'i marrëshëm ne në vitin 2026. Dhe këtë cikël është shkatërrues për Kosovën. Se milionat e BE-s të destinuara për Kosovën mund të humbasin, e thonë edhe në grupin për studime juridike dhe politike. Sipas Arbresha Logjës, Kosova ka nevojë për një qeveri stabile për të shtyrë përpara këtë çështje. Ky do duhet të ishte një alarm, nëse mund të them, për gjitha partitë e spektrit politik në vend,
që pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit të ulen dhe të kemi krijimin e një qeverie me kompetenca të plota dhe qeverie stabile, e cila do të mund të i çonte përpara proceset siç është plani i rritjes, por edhe procese tjera reformuese që lidhen me të në të ardhmen. Mund t'i humbas, sepse marrëveshja ka një klauzul që thotë që fondet mund të ridestinohen për vende tjera në qoftë se ndonjë nga vendet nuk arrin të përfitojnë nga ato. Kështu që për atë arsye në fakt edhe thash që i gjithë spektri politik i cili ka rënë këto zgjedhje duhet të jetë shumë i vetëdijshëm për rreziqet që një krizë më e thelluar ose një vazhdim i kësaj krize politike mund t'i sjellë Kosovës. Bashkimi Evropian vazhdimisht ka inkurajuar Kosovën që ta përshpejtojë procesin e miratimit të marrëveshjeve sa i përket planit të rritjes në mënyrë që të zhbllokohet pagesa e parafinancimit. Por kriza institucionale prej më shumë se 10 muajsh dhe zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme e kanë shtyrë miratimin e tij në kuvend. Gjykata Supreme ka anuluar vendimin e Këshillit Prokurorial të Kosovës për shkarkimin e Besim Kelmendit nga ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit. Lënda i është kthyer Këshillit Prokurorial të Kosovës në rishqyrtim dhe rivendosje. Avokati i Besim Kelmendit Flakron Sulejmani tha se vendimi i Supremës është konfirmimi i parimit të ligjshmërisë. Gjykata Supreme e ka pranuar si të bazuar padin e Besim Kelmendit, i cili në nëntor të këtij viti ishte shkarkuar nga pozita e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit nga Këshilli Prokurorial i Kosovës. Gjykata Supreme e ka quajtur vendimin e KPK-s kontradiktor dhe arbitrar. Sipas Gjykatës Supreme, vendimi i atakuar është i kundërlidhshëm, arbitrar dhe i pabazë, sepse është kontradiktor në vetvete nga fakti se ku mbështetet një vendim i tillë, dhe kjo krijon pasiguri se si ka mundësi një organ i tillë të merr vendime pa bazë ligjore specifike dhe referuar në dispozita që nuk japin autorizime të veprojnë në formën dhe mënyrën si ka vepruar. Pra është procedurë e pambështetur në ligj dhe atë që nga fakti i rendit të ditës, caktimit të njëjtit, ndryshimit të rendit të ditës, votimit, procedimit, përfundimit, rihapjes apo takimit të ri deri te vendimi i atakuar për shkarkim. Avokati i Besim Kelmendit Flakron Sulejmani në një përgjigje për Radio Televizioni 21 tha se e mirëpret vendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, e cila i konfirmon shkeljet ligjore të Këshillit Prokurorial të Kosovës gjatë shkarkimit të ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit Besim Kelmendi. E mirëpresim këtë aktgjykim të Gjykatës Supreme të Kosovës, i cili përbën një konfirmim të qartë të parimit të ligjshmërisë dhe të rolit thelbësor të kontrollit gjyqësor mbi vendimet e organeve publike, si Këshilli Prokurorial, duke riafirmuar se mbrojtja gjyqësore efektive është garanci reale për funksionimin e shtetit të së drejtës. Sot kemi pranuar aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, me të cilin është aprovuar ankesa e klientit tim, zotri Besim Kelmendi, ushtrues detyre i kryeprokurorit të shtetit, dhe është anuluar si kundërlidhshëm vendimi i Këshillit Prokurorial të Kosovës për shkarkimin e tij. Vendimi i Gjykatës Supreme për anulimin e vendimit të Këshillit Prokurorial është mirëpritur nga Institutet për Drejtësi dhe Demokraci. Hulumtuesi në Institutin e Kosovës për Drejtësi, Gzim Shala, thotë se vendimi i Gjykatës Supreme për anulimin e vendimit të Këshillit Prokurorial për shkarkimin e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit Besim Kelmendi e mbron ligjshmërinë. Ky gjykim i Gjykatës Supreme ka konfirmuar gjithë atë çfarë ka thënë IKD që nga ajo ditë kur është nxjerrë ky vendim deri më sot, që vendimi i Këshillit Prokurorial të Kosovës ka qenë një vendim haptazi i kundërlidhshëm, i cili është nxjerrë edhe në mungesë të kurumit dhe që nuk ka qenë në përputhje me ligjin, dhe që definitivisht është lajm i mirë fakti që sot shohim vendimin e Gjykatës Supreme që kthen ligjshmërinë. Ndërsa Vullnet Bugaçku nga zyra ligjore e Institutit Demokratik të Kosovës konsideron se vendimi i Gjykatës Supreme ishte i pritshëm për shkak se sipas tij Këshilli Prokurorial nuk i ka respektuar ashtu siç duhet dhe në tërësi procedurat ligjore për shkarkimin e një ushtruesi të detyrës. Sepse siç e dini nuk ka pasur quorum në pjesëmarrjen e atij takimi as në vendimarrjen për shkarkimin e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit, por ashtu nuk janë respektuar procedurat e përcaktuara sa i përket të themi ashtu
shfutimit në ndonjë procesit të vlerësimit qoftë të shkeljeve disiplinore apo të vlerësimit performancës. Ushtruesi i detyrës kryeprokurorit të shtetit Besim Kelmendi ishte shkarkuar me 20 nëntor nga Këshilli Prokurorial me 5 vota për. Vendimi ishte marrë pas dëshmisë së tij të dhënë për masakrën e Reçakut. Kelmendi i kishte mohuar të gjitha raportimet se ka qenë bashkëpunëtor i gjyqtares hetuese të rastit të Reçakut. Në vend të Besim Kelmendit, Këshilli Prokurorial i Kosovës kishte zgjedhur si ushtrues detyre të kryeprokurorit të shtetit, Agron Çalaj. Gjykata Supreme sot ka marrë dhe një vendim në favor të pensionistëve. Kjo gjykat ka shpallur të paligjshme nenet dhe paragrafët që obligonin pensionistët të paraqiteshin çdo 6 muaj për të dëshmuar se janë gjallë dhe masat sankcionuese në këtë çështje. Pensionistët tash e tutje nuk janë të obliguar që të paraqiten autoritetet shtetërore për të gëzuar të drejtën e pensionit, ndërsa me këtë çështje do të merret Ministria Përkatëse. Në gjykatën themelore në Prishtinë është ndërprerë seanca ndaj 3 të akuzuarve lidhur me sulmin terrorist të 24 shtatorit të vitit 2023 në fshatin Banjsk të Zveçanit, Vladimir Tollić, Dušan Maksimović dhe Blagoje Spasojević. Në seancën e sotme gjyqësore për sulmin terrorist në Banjsk, ku të akuzuar janë Blagoje Spasojević, Vladimir Tollić, Dušan Maksimović. Trupi gjykues ka marrë vendim që dëshmia e dëshmitarës Dragana Antonjević e dhënë më herët të merret parasysh pas mungesës së saj në seancë. Trupi gjykues ka vendosur që të pranojë propozimin e palës mbrojtëse, që në këtë proces gjyqësor të dëgjohet edhe një dëshmitar tjetër i propozuar nga mbrojtja. Kryetari i trupit gjykues, Arben Hoti, tha se dëshmitarja Dragana Antonjević nuk është prezente në sallë, por që prindja e saj 2 herë ka pranuar ftesën e gjykatës. Ne, sipas agjendës, kemi planifikuar që të dëgjohet dëshmitarja Dragana Antonjević, e cila nuk prezanton në seancën e sotme gjyqësore, për të cilën që 2 herë radhazi ftesën e ka pranuar babaj i saj, në adresën të cilën e ka poseduar gjykata dhe thotë se e njëjta gjendet në Serbi. Prokurori i shtetit Naim Abazi tha se pas refuzimit për pranim të ftesës nga dëshmitarja Antonjević dhe në mungesë të arsyeve ligjore për këtë refuzim, propozon që dëshmia e saj të lexohet dhe administrohet si provë drejt për drejt. Ajo ka refuzuar ta pranojë ftesën duke shprehur qartë vëllimin dhe vullnetin e saj për të mos dëshmuar, pa paraqitur ndonjë arsye ligjore që do ta justifikante këtë refuzim. Mbrojtja e të akuzuarit Spasojević tha se dëshmia e Antonjevićit nuk është e rëndësishme dhe nuk ka të bëjë me klientin e tij. Deklarata e dëshmitares Dragan Antonjević si provë plotësisht jo relevant, posaçërisht sepse në asnjë pjesë nuk ka të bëjë me të mbrojturin tim, Blagoje Spasojević. Ajo deklaratë ka të bëjë në kontekstin e përgjithshëm të ngjarjes. Ndërsa sa i takon dëshmitarit të fundit të propozuar nga Prokuroria e Shtetit, Goran Tanevski, tha se kjo çështje mbetur pezull, përkundër që gjykata disa herë ka tentuar të ketë një video lidhje me të, por për shkak të mungesës së pajisjeve në gjykatën e Shkupit, ka qenë e pamundur. Po ashtu gjykata disa herë me radhë ka bërë përpjekje për sigurimin e një videokonference me gjykatën e Shkupit, për të cilët janë përgjigjur se nuk kam poseduar pajisje, por kanë lënë mundësinë e hapur që në të ardhmen do të mund të realizohet një lidhje e tillë. Seanca e radhës në rastin e sulmit terrorist Banjska është saktuar më 16 janar në orën 9:30 të pandehurit ngarkohen për vepra terroriste, vepra të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, lehtësimi dhe financimi në kryerjen e terrorizmit dhe shpërlarja e parave. Partitë politike kanë filluar zyrtarisht fushatën 12 ditore, në të cilën do të shpalosin programet e tyre zgjedhore.
Analistët kërkojnë që përfaqësuesit politik të fokusohen në shpalosin e programit dhe të lënë anash gjuhën përçarëse. Ata presin që pas zgjedhjeve të krijohet një qeveri stabile. Nisja e fushatës zgjedhore e partive politike për zgjedhjet e 28 dhjetorit po shihet si mundësi e mirë për të përmirësuar gabimet e tyre në mungesë të formimit të institucioneve të reja. Profesori Xhavet Rexhaj tha se leadershipi i partive politike në këto zgjedhje nuk duhet të luajë me durimin e popullit të Kosovës, nga i cili po kërkon vot. Sipas tij, partitë politike duhet të kenë guxim për të ecur përpara përmes bashkëpunimit për formimin e institucioneve të reja. Që them të drejtën, partitë politike ja kanë dhënë vetës një rast, jo që e kanë merituar. Ja kanë dhënë vetës edhe një rast leadershipi i partive të ndryshme politike, leadershipi politik, establishmenti, që populli të votojë edhe një herë për ta. Unë mendoj se këta nuk duhet me keq përdorur edhe me keq kuptu durimin e popullit ndaj tyre dhe të mos vazhdojnë me lojrat që i kanë bërë deri me tash në kombinatorika të ndryshme dhe në mungesë totale të guximit për me ecë drejt njëri tjetrit për me i dhënë popullit qeveri. Politologu Albinot Maloku tha se partitë politike gjatë fushatës 12 ditore duhet të shpalosin idetë e tyre për çështjen e zhvillimit ekonomik, rikthimin e raporteve të mira me aleatet e Kosovës, sidomos me SHBA-t, si dhe qëndrimet e tyre sa i përket procesit të dialogut në Bruksel. Sipas tij, pas zgjedhjeve, vullneti politik për krijimin e një qeverie stabile është thelbësor për realizimin e programeve. Në qoftë se ka vullnet politik, sidomos i pari që do del pas këtij procesi zgjedhor, kush do qoftë ai, konsideroj që Republikës Kosovës do të mund të jepnin një stabilitet politik duke ofruar një qeveri jo fragjile nga dy subjekte të fuqishme në vend dhe të cilat do të garantonin përveç se formimin e institucioneve të reja pas 28 dhjetorit, edhe çështjen e cilën e pret Republikën e Kosovës që ka të bëjë me skadimin e mandatit të shefit aktual të shtetit. Ndërkohë, analisti politik i cili jeton dhe vepron në Gjermani, Lulzim Veliu, vlerëson se është me rëndësi të madhe që përfaqësuesit politik në këto zgjedhje ta lënë anash retoriken përçarëse dhe të hedhjes së fajit për blokadën politike, një vjeçare për formimin e institucioneve. Sipas tij, partitë politike duhet të bëjnë më shumë për diasporën e jo vetëm të kërkojnë vot nga ta. Në kohën e fushatave zgjedhore, diaspora është në maje të gjuhës të gjitha subjekte dhe të gjithë kandidatët duke kërkuar votën nga ta, ndërsa me të thënë të drejtën për diasporën është bërë shumë pak dhe thua se nuk bëhet asgjë. Kërkesë kryesore e diasporës është që ata të kanë të drejtën edhe të përfaqësimit në institucionet e Kosovës. Zgjedhjet e 28 dhjetorit po mbahen pas një blokade rreth një vjeçare për formimin e kuvendit dhe qeverisë. Gjuha e zbutur e zyrtarëve të lëvizjes vetëvendosje të përdorur së fundmi kundrejt subjekteve të tjera politike, mediave dhe shoqërisë civile po cilësohet si një reflektim dhe se sipas zyrtarëve të lartë të tyre, përfshirë edhe kryetarin, kjo gjuhë e përdorur më herët nga ta ishte gabim. Termat ofendues dhe denigrues si hajvan, njerëz të Serbisë, bashkëpunëtor të lisës serbe, e të tjerë ishin të gabuar, thanë së fundmi dy zyrtarët më të lartë të lëvizjes vetëvendosje, kryetari i saj Albin Kurti dhe nënkryetari Glau Konjufca. Ndërkohë, gabim sipas tyre ishte edhe bojkotimi i mediave gjatë fushatës zgjedhore të nënshkurtit, gjë për të cilën janë bërë pishman dhe se premtuan që për fushatën e 28 dhjetorit të jenë më të pranishëm në studio televizive. Megjithatë, reflektimi dhe zbutja e gjuhës së dyshës së lëvizjes vetëvendosje Kurti Konjufca, analisti politik Afrim Kasolli, po e shef vetëm si një strategji politike për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ekskluzivisht kemi të bëjmë me një taktik të pastër elektorale për tentu, për të ashtu performancën e tyre politike, për të grabitit sado që është e mundur një pjesë të trupit elektoral të Kosovës në funksion të qëllimeve të tyre politike, tek ajo pjesë e shoqërisë e cila nuk dëshiron të identifikohet me një gjuhë të tillë që ka përdorur deri më tani lëvizja vetëvendosje, ndërkohë atë gjuhë po e përdorin eksponentë të tjerë për pjesën e tyre militanteske politike. Kosova hyri në një krizë politike e cila zgjati gjatë gjithë vitit,
dhe nuk prodhoi asgjë tjetër përveç zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Shkaktari kryesor i krizës u vlerësua të jetë gjuha e ashpër e përdorur nga lëvizja vetëvendosje dhe kryetari i saj menjëherë pas shpalljes së rezultateve zgjedhore. Ulëmtuesi i Institutit Kosovar për Drejtësi Melos Kolçi thotë se gjuha e përdorur para dhe pas nënshkurtit e la Kosovën pa institucione gjatë vitit 2025 dhe se një gjë e tillë nuk duhet të përsëritet. Asnjë parti është jashtëzakonisht problematike që të arrijë që ta bëj shumicën e nevojshme në kuvend në legjislaturën e ardhshme e vetme, kështu që patjetër duhet ndonjë bashkëpunim dhe se bashkëpunimi duhet që të vijë në frymën e bashkëpunimit kolegial të mirë, profesional me qëllim të mirë, e jo nga ai bashkëpunim pra nuk vjen nga gjua fyese që mund ta kenë subjektet politike, për arsye që nëse në fushat përdoret gjuhë fyese ndaj një subjekti politik, atëherë nuk është logjike as morale që me të njëjtin subjekt politik të bësh koalicion. Lëvizja vetëvendosje përveç deklaratave të ashpra ndaj kundërshtarëve politik me gjuhë të ngjashme në jo pak raste, ju është drejtuar edhe mediave dhe shoqërisë civile, por edhe sistemi të drejtësisë, veçanërisht gjykatave dhe prokurorisë speciale, sa herë që këto të fundit merrnin vendime që nuk ju përshtatej atyre. Për më shumë informacione mund të klikoni në portalin tonë rtv21.tv, si dhe të vizitoni profilet e radio televizionit 21 në rrjetet sociale. Mirupafshim.